Buxheti për personat me aftësi ndryshe është ulur për 126 milion euro, ndërsa shpenzimet e jetesës e tyre janë shumë fishuar. Alishan Suaret nga koalicioni Ndryshojmë prezantoi raportin e realizuar për kategoritë të ndjeshme të shoqërisë dhe tha se gjatë hulumtimeve që kanë bërë, kanë kuptuar se shpenzimi mujor për një familje që ka një antar me aftësi ndryshe është 160.000 denar. Ky raport nuk është vetëm raport, por është dokument që është punuar nga koalicioni Ndryshojmë edhe nga hulumtimet tona që kemi bërë edhe në një situatë padëshirueshme, sepse konstatuam 1.6 herë më shumë sipas shportës minimale të LSM-s për muajin shtator dhe tetor që është 24.000 denar. Për një familje që ka një antar me aftësi të veçanta është 160.000 denar. Ai shpreson që ky raport i shërbej Ministrisë së Politikës Sociale, e cila është kompetente në krijimin e politikave sociale. Ky raport është punuar me qëllim që të ndihmojë posaçërisht Ministrisë së Politikës Sociale, sepse si koalicion jemi dëshmitar se buxheti është ulur shumë, 26 milion euro për të drejtat sociale. Ky raport shprehët ai do t'i dorëzohet të gjitha institucioneve të sistemit me qëllim që, siç thekson, të krijohen diskutime për këtë çështje. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, persona me aftësi të veçanta janë rreth 5% të popullsisë.